Shqiptarët që ndodheshin pranë vendit të ngjarjes kanë rrëfyer momente dramatike të tragjedisë ndodhur në Kerzers të Freiburgut në Zvicër, ku një autobus u përfshi nga flakët duke lënë të vdekur 6 persona dhe 5 të tjerë të lënduar. Deri tash dyshimi kryesor është se një burr ja ka vënë flakën vetes brenda në autobus. Burri dyshohet se kishte probleme mentale. Siç raporton mediumi zviceran 20 minuten, mes personave që ndodheshin në autobus, ishte edhe Faton Berisha, i cili arriti të shpëtoi, por pësoi djegje dhe dëmtime nga tymi. Kushëriri i tij, Arbi Berisha, ka rrëfyer si kishte mbërritur në vendin e ngjarjes, vetëm pak minuta pasi kishte shpërthyer zjarri. Fatoni më telefonoi dhe më tha se autobusi ishte përfshirë nga zjarri dhe të shkoja sa më shpejt në parkingun e Migrosit. Në atë moment nuk dija çfarë të bëja, thjesht fillova të vrapoj, rrëfen Arbi. Ai tregon se e gjeti kushëririn pak më vonë, kur ky doli nga tualeti i një restoranti aty pranë. U lehtësova kur e pash, por ai kishte djegje në duar, në këmbë dhe në majën e hundës. Fytyra i ishte nxirr krejt nga tymi dhe mushkriti ishin dëmtuar, tregon Arbi. Sipas Arbit, ishte pikërisht ai që i kishte sugjeruar Fatonit të merrte autobusin për t'u kthyer në shtëpi. Ai kishte dalë për një shëtitje të shkurtër dhe më telefonoi për të më pyetur si të kthehej në shtëpi. I thash të merrte autobusin, tregon ai. Fatoni i ka përshkruar Arbit edhe momentin ku shpërtheu zjarri. Ai ishte ulur në mes të autobusit pranë dyerve të hyrjes dhe daljes. Sipas tij, një burr që ndodhej pranë hapësirës për biçikleta nxorri një çakmak dhe u spërkat me benzinë. Në atë moment, Fatoni bërtiti me zë të lartë. Brenda 5 ose 6 sekondash, autobusi u mbush plot me tym dhe nuk shihej asgjë rrëfen Arbi, duke përcjell dëshminë e kushëririt të tij. Fillimisht dyert e autobusit nuk u hapën dhe Fatoni pësoi djegje në duar, duke u përpjekur t'i hapte ato. Pastaj dëgjoi se dyert u hapën dhe doli me vështirësi jashtë. Në atë moment më telefonoi, tregon Arbi, i cili jeton rreth 200 metra larg nga vendi i ngjarjes. Fatoni u dërgua me urgjencë në spital për trajtim. Sipas familjarëve, djegjet më të rënda i ka në duar, ndërsa gjendja e tij është relativisht stabile. Megjithatë, përveç lëndimeve fizike, ai po përballet edhe me traumë të rëndë psikologjike. Ai është shumë i traumatizuar dhe nuk mund të fle, ka thënë Arbi, duke shtuar se kushëriri i tij ende përjeton pamjet e asaj që ndodhi në autobus. Një tjetër shqiptar që ishte pranë vendit të ngjarjes, Astrid B, pronari i një lokali në Kerzers, ka treguar momentet kur policia mori thirrjen për zjarrin që shpërtheu në autobus. Ai ka thënë se në momentin e incidentit, policia ndodhej në lokalin e tij pasi më herët ishte raportuar një vjedhje. Sipas tij, situata ndryshoi papritur kur njëri nga policët dëgjoi komunikimin në radio. Policët ishin te lokali im për shkak të një vjedhjeje. Papritur njëri prej tyre tha, ju lutem pak qetësi, sepse po dëgjonte komunikimin në radio. Pas pak ai tha, duhet të largohemi menjëherë, është një emergjencë rrëfen Astriti për Blik. Pak qaste më vonë, ai pa tym të madh në qiell. Policët hipën në vetur dhe arritën në vendin e ngjarjes për rreth 30 sekonda. Edhe unë shkova menjëherë pas tyre. Ajo që pash ishte tronditse, ka thënë ai.